sulmon me tërbim pluralizmin politik në Shqipëri, duke harruar se ajo është arritja më e madhe. Arritja më e madhe e shqiptarëve në rrugën e lirisë pas pavarësisë së vendit. Këto rezoluta denoncojnë aktet e këtij mercenari që për të fituar mandatin e 4 padronit i tij pas një bazë ligjore dhe në arrest, në ndjekje penale apo arrest shtëpie liderët e 3 partive politike kryesore, duke u bërë kështu një shëmbëltyr e shëmtuar e prokurorëve të diktaturës komuniste. Këto rezoluta janë gjithashtu një paralajmërim serioz për avokatët e narkoshtetit në Shqipëri, në Europë dhe në botë. Unë them shqiptarëve se në tërë ekzistencën e tyre, një armik më tegër se narkoshtetin e Edi Ramës nuk kanë patur. Është vërtet se diktatura moniste e Enver Hoxhës ekzekutoi mbi 7.000 shqiptarë për fjalën e lirë, dignitetin njerëzor, dashurinë për Shqipërinë dhe Zotin. Internoi 10 mijëra të tjerë, përsekutoi 100 mijëra. Por kur Shqipëria, atë që psoi këtë 10 vite, nga efekti i narkoshtetit nuk e ka psuar. Largimin masiv të shqiptarëve dhe zvoglimin, rënjen e tmerrshme të popullatës të Shqipërisë në 10 vite. Avokatët e narkoshtetit nuk flasin kur për këtë rënje dramatike. Sepse ata verbrisht ose nuk shohin realitetin ose paguhen nga Edi Rama. Por sot, narkoshteti në Shqipëri, sipas dokumentave zyrtare, faktohet në formën më të egër të dashur qytetarë dhe qytetare. Njerëzisht ju lutem të lexoni të dhënat e fundit të Instatit, institucionit të statistikave zyrtare. Ato paralajmërojnë katastrofë në çdo aspekt për shqiptarët. Ato tregojnë së pari se linjet në Shqipëri kanë rënë në nivelin që ishin 100 vite më parë, kur ishim 700.000 banorë. Dhe kjo për shkak të largimit të shqiptarëve. Ato tregojnë se nga viti 2018 e gjerë sot, në këtë tokë, në këtë vend për herë të parë në histori, vdekjet dominojnë mbi lindjet. Ndjeshëm dominojnë. Ato tregojnë se ne sot kemi tregues të lidhshmërisë më të ulët në botë. Dhe së fundi, po Instituti i Statistikave pohon për herë të parë se e goditur nga paraja toksike e drogës, ekonomia shqiptare është në rënje të lirë. Sipas këtyre statistikave, për herë të parë,
ekonomia kontribon vetëm me 49% në rritjen ekonomike. Vetëm me 49%. Sipas këtyre statistikave, në rritjen ekonomike kontributin kryesor e ka shteti, me rrogat që jep, me pensionet që jep, me sigurimet shoqërore dhe sigurimet e tjera. Sipas këtyre statistikave, të ardhurat kryesore nuk vinë nga prodhimi, por vinë nga taksat neto. Do ta kuptojë çdo njeri çfarë është taksa neto. Është taksa që merr mbi produktin qeveria duke zbritur shpenzimet që janë bërë. Por çfarë ndodh në Shqipëri? Në Shqipëri çmimet rriten muaj pas muaj, vit pas viti. Dhe ky është një mekanizëm i tmerrshëm, rritja e çmimeve rrit taksën. Dyfishimi i TVSH-s dyfishon të ardhurat nga TVSH-ja. Dyfishimi i çmimit dyfishon të ardhurat nga TVSH-ja. Çmimi i naftës në stratosferë mban në stratosferë aksizën. Dhe këto që quhen pra taksa neto, këto janë burimi kryesor i rritjes ekonomike. Dhe kjo është një rritje falso. Pak vite më parë, shumë pak vite më parë, të ardhurat nga profesionet e lira ishin 12%. Kanë zbritur sot në 1%, pas betejës që bërë kundër profesionet e lira. Ikën. Shok të vërtet ka pësuar turizmi nga narkoshteti. Narkoshteti shkatroi me shpejtësi turizmin. Sepse rënja e euros nga parat që hynë me 35%, shtrejtoi turizmin në Shqipëri për çdo turist me 35%. Atyre që së besojnë syve dhe kronikave televizive për turizmin u them, shikoni pak. Kontribute akomodimeve dhe shërbimeve në rritje ekonomike këtë vit krahasuar me një vit më parë, se çfarë rënje dramatike ka. U ndala këtu për të thënë se narkoshteti është ai faktor që po shkatron Shqipërinë më shumë se çdo faktor tjetër në ekzistencën e saj. Pikërisht të gjitha këto janë të sintezuara në mënyrë të shkëlqyer në të rezolut të votuar nga rreth 80 parti politike anëtare, 83 parti politike anëtare të IDU-s, të cilat e kanë votuar me unanimitet. Madje përveç saj me diskutime mbështetëse nga eksponent kryesor, nga drejtues kryesor të kësaj organizate. Do më lejoni tu lexoj rezolutën, sepse mediat e lidhura me qeverinë e censurojnë atë. Ato tërbohen kur shohin denoncimin e zgjedhjeve si fars. Ato tërbohen në të veçantë kur shohin denoncimin e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Atyre u dridhen leqet e këmbëve, apo toka në këmbë,
se din që koha e shtetit ligjor po afron, se narkoshteti dhe narkodiktatura nuk kanë të ardhme. Kjo është rezoluta për Shqipërinë. Para se ta lexojmë, vazhdoni. Janë çështjet, këtu poshtë janë çështjet që janë trajtuar. Vazhdoni. Partitë anëtare. Disa nga me kryesorët, Neodemokracia, tjetër, Greqia, CDU-ja Gjermanisë, Partia Popullore Austrisë, tjetër, Forca Italia, tjetër, vazhdo, tjetër. Partia Republikane e Shtetit të Bashkuara ku është? Republican Party, tjetër. Neodemokracia e tjetër. Tani do t'u njoh me tekstin e rezolutës. Duke marrë parasysh raportin e OSBE-ODIHR-it mbi zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 në Shqipëri, treguesin e shtetit të drejtës për vitin 2025 të World Justice Project dhe raport e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara për klimën e biznesit, si dhe duke pasur parasysh kriteret e Kopenhagës në dokumentin e Kopenhagës të vitit të OSBE-s 1990, standardet e Komisionit Venecias dhe rezolutat e mëparshme të IDU-s, CDI dhe EPP-s për Shqipërinë, Bashkimi Demokrat Ndërkombëtar konstaton, ose shpreh me fjalë. 1. Rënja e demokracisë dhe lidhja shtet-parti krim. Rënja e demokracisë dhe lidhja shtet-parti krim. Bashkimi Demokratik shpreh shqetësim të thellë se raporti OSBE-ODIHR konfirmon shkelje sistemike, përfshirë intimidimin, shitblerjen e votës, keqpërdorimin e burimeve shtetërore dhe përdorimin e korrupsionit dhe rrjeteve kriminale. E ka fjalën këtu për kartelet e drogës në Elbasan, në